Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi takon Allahut Azza wa Jalla, të falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Nawawiut që i kam mbledh ai, ndërsa normal këtu ai kam mbledh, por janë thash në librat e hadithit të prezant këto hadithe. Dhe kena arriti tek hadithi i 8 me radhë. Po erdhëm goti. Se kemi arritë tek hadithi i 8 me radhë, dhe kjo është dersi 24 i me radhë për këtu hadithe. Kena arriti tek hadithi i 8 me radhë, që vjen prej Ibn Omerit, hadithi kë, prej Ibn Omerit që tha se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tha pejgamberi alayhis salam, jam urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa ata të thojnë la ilaha illa Allah, Muhammadan Rasulullah, wa yuqimu s-salat, edhe derisa ta falin namazin, wa yu'tu zakat, edhe derisa ta dhojnë zakatin. Fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ndërsa nëse këta e bëjnë këtë, e thojnë shahadetin, e falin namazin, e dhojnë zakatin, atëherë prej meje, pra edhe prej shtetit islam, edhe prej muslimanëve i mbrohet gjaku i tyre. Mua kanë të shenjtë gjakun e tyre, edhe pasuria e tyre i mbrohet, illa bi haqqil islam, vetëm nëse me naj kërkesë të islamit që kërkohet mos më ju mbrojt gjaku ose mos më ju mbrojt pasuria, kjo është tjetër, wa hisabuhum ala Allah, edhe llogaria pastaj mbetet tek Allahu. E llogaria mbetet tek Allahu, se ai ken posë këtu qëllimisht për Allah, këtë sene si shahadetin, e namazin, e zakatin, ajo ai ken posë, ajo neve nuk e kemi këtë obligim me këshyr mja qa gjoksin e ti dhe me këshyr në zemrën e ti, se i ka pas sinqerisht për Allah apo ju, se kemi obligim. Ndërsa kjo mbetet tek Allah, Allah di gjykimit tani ai e vlerëson. Por kjo është hadithi. Pika shkurtë tani hapa tham, tha pejgamberi sa jam për Ibn Omerit, tha jam urdhëruar që të luftoj njerëzit, derisa ata thojnë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ta falin namazin, ta dhojnë zakatin, dhe nëse këtë ata e bëjnë, atëherë janë të mbrojtur, gjaku i tyre, pasuri, janë të mbrojtur prej meje, gjaku i tyre, pasuria e tyre, veç nëse me najtë të drejtë islamit bjen poshtë mbrojtje, atëherë dhe në fundi hadithit tha, llogaria pasaj është tek Allahu Azza wa Jalla. Ky hadith normal që dën pak sqarime, por sqarimet e këtij hadithi ndoshta mbesin për herën e ardhshme, por kësaj radhe do të flas pak që kena si zanat që kena marrë, se rrugë që im të ndjek, është me fol pakës për transmetuesin e hadithit. Ibn Omeri, na njëherë, këna pot para disa derseve këtu, këna fol për pak fjallë, vetë tërshqeqim këna fol disa fjallë për Ibn Omerin, mi po tash diçka pak ma shumë, nëse jemi të interesum, ose keme skemon e tam, që kush ka qenë Ibn Omeri kë. Që nëse herë përmend mina për hutbën e përmend e ka transmetuar këtë hadith Ibn Omeri. Ibn Omeri tha kështu. Ibn Omeri boni kështu, kush është ky Ibn Omeri që na pruni këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky mos është sahabi. Sahabi është shok i pejgamberit. Shok sahabi quhet personi i cili e ka taku pejgamberin, i ka besu atij dhe ka vdekur në besim. Ky quhet sahabi. Nëse njëri veç e ka taku, por si ka besu, s'është sahabi. Nëse njëri për shembull e ka taku pejgamberin, i ka besu, por pastaj ka dol pi dinit, s'është sahabi. Nëse njëri e ka besu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka taku, i ka besu, por tani një herë ka dol pi fes, pa atë të shkthy, më afër atë që mbetet edhe ky sahabi. Po nëse njëri ka qenë një besimtar, e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po që si ka besu? Edhe ka shkuar në shtëpi vet. Pa mas do vjetë ju kujtu që, ose mas i vdesh pejgamberi, ju kujtu që edhe po gjendje si ky islam ka dini pastët, ky dini vetëm i pranum, edhe pranë islamin, ama kjo ka pas taku pejgamberin, a o sahabi që kë? Nuk është sahabi, së është dasht kur ta takësh me i besu. E kë, do më thonë, nuk e ka, një më e gjizë, një më
Domethënë nuk quhet ky mos sahabi, edhe pse e ka pas taku më herët, sogore. Edhe pse më herët e ka pas taku, por pse si ka besu çatu po çatu, e masane tani ka besu, edhe se ka po më masi që ka besu, s'quhet sahabi kë. Dërsa ky është sahabi, shok i pejgamberit. Dhe sa për informim, shokët e pejgamberit janë gjenerata më e mira në fytyrë tokës pas pejgamberëve. Më dash, pas pejgamberëve këtyre. Më njëherë në radhitje vinë shokët e pejgamberit. Për këta ku të flitet për shokët e pejgamberit, duhet jemi të matur. Ju njëherë për herë ushën një farë lofe, bansha me një hoxha, Allah e lëzoft, bansha një farë lofe, dhe që ka thonë Omeri. Se që edhe kjo thonje e Omerit, është në Bukhari. A, një shka Omerin pas thonë dhe kjo. Unë zdi shka me thonë, një shka Omerin pas thonë. Më thonë, është Omeri, ju te. është Omeri, ju një Omeri sotit. Po Omeri radiallahu anhu. Në atë kuptimin që se kishte parasysh për kam po flitet. E kur thuhet kanë thonë sahabit, për çfarë na këshimin ai çështjet fesë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi mirë, janë pajtu sahabët mos e diskutojmë. Po nëse s'gjojnë në Kur'an hadith, gjojmë që ka thonë diçka sahabiu, u kry. S'lodhemi më shumë. Dhe sa Ibn Omeri kjo është sahabi. Po kur e pranoi Ibn Omer, Abdullah ibn Omer. Kur e pranoi Islamin Abdullah ibn Omeri? Abdullah ibn Omeri kur i pat ardh shpallja pejgamberit, prej momentit kur i ka ardh shpallja, apo nëse llogaritmi që vitin që i ka ardh shpallja, pejgamberi thon 2 vjet pasi që i ka ardh shpallja, çatëherë maspori ka lind Ibn Omeri. 571 hijri, miladi, ka lind ose i ka ardh, ja ka nis shpallja me ardh pejgamberit alayhis salam, tashti si ja ka nis shpallja, mas 2 vjetë ka lind Ibn Omeri. E kur është bo musliman? Se pejgamberi 2 vjetë nuk i pat thirrje, po i pat 23 vite. E kur u bo musliman? Musliman u bo çatëherë kur u bo dhe baba i tij. I kanë folë fjallë, po që është e sakta. Dhe më çatëherë kur u bo musliman baba i tij. Kush e baba i tij? Omeri, radiallahu anhu. Njeri përgëzuar me xhennet. Ndërsa edhe për Abdullahin ka shumë për të folur, po nështë pak i përmendi. Ka pas thonë pejgamberin për këtë Abdullah ibn Omerin, transmetuesin e këtij hadithi, ka pas thonë sa i mirë Abdullahu, veç edhe natën sikur të ishte fal. Një ngjarje që në herë ka dhënë. Sa i mirë Abdullahu, veç edhe natën sikur të ishte fal dhe thojnë transmetuesit që mu ibn Omeri mu namazin e natës nuk e kalon kurrë. Abdullah ibn Omeri ka qenë njëri strikt në përcjelljen e pejgamberit alayhis salam. Nëse pejgamberi ka shku ka pushu me një pemë, dhe ka alo, ka pushu, edhe ka folë namaz këtu, ka folë 2 rekate. Edhe kë nëse ka rastis Abdullah ibn Omeri këtina, nëse ka rastis me shkuqa se rrugës, sa kon i lata skurjon, po e din që pejgamberi as kanë nol këtu, as kanë fol këtu dhe nol dhe ka folë namaz. Është përpiq strikt. Me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si pseudonim e ka pas Ebu Abdurrahman, baba i Abdurrahmanit. Si pseudonim e ka pas Abdullah ibn Omeri. Ka pas fëmijë, një, si në kohë sotit, një edhe me nëzit dytin, ja, ka pas ma shumë fëmijë. Dhe më thonë i ka pas 13 i ka pas djem, edhe një 4 vojza. 13 e 14 janë 17 fëmijë. Po prej ma të njoftër prej përmenive që mësë një lodhë fëmijët e tyre, prej djemve ma të njoftër është Hamza. Ja kanë gjithë emrin Hamza një djallit. E ka dasht migjën e pejgamberit alayhis salam. E ka pas emrin Hamza. Një djalli Abdullah ibn Omerit. Një ka pas emrin Abdullah ibn Omer. Vetë emrin Abdullah, djallit ja kanë gjithë emrin Abdullah. Pra nuk është e keq, nuk është diçka tragjike nëse njoni e trashëgon emrin e vet tek djalli vet. Në ka herë ka shumë tragjike nëse e trashëgojna emrin e perindit, e trashëgojna te nipat, e shumë tragjike. Ky çka kish bën, keni çka kish bën, ha? Ja kish lën nipit ose djalit vet, pi bjen emrin e babës. Unë kam pas lën, unë nevojë kam emrin Emine, ja kam pas lën emrin Emine, se Emine ka pas emrin nona jam. Unë vetë pse kam lën çka pa bën atë. Okej, emrin e nonës, nona jolla kom atëherë, Allah i shëroft. Ndërsa Abdullah ibn Omeri çka ka bën? Ky ja ka lënë fëmijëve të vet, ju të babës vet. Fëmijëve të vet ja ka lënë emrin e vet. Një vetin e pakon Abdullah. Një ka pasur emrin Bilal. Bilal që veç emrin pse sahabiu ja ka dhënë emrin sahabiu kur ja dhon emrin fëmijës të vet,
aludon për vlerën e atij emri. Bilal, edhe pse ka qenë i zi, nuk po di tash shprehet tjetër. Sa kohë zesh kanë se kanë pak se kjo. I zi akon, Bilali, prej Abisinis atje larg, ama çka vlerë të madhe ka pas. Por nuk e kanë qenë ngjyrën. Çka vlerë sa që Abdullahu ja ka dhënë emrin fëmijës vet emrin e tij. Ndërsa na pak jena racista, mendoj në shqiptarët, që fëmijëve kjo po edhe veç njoni nëse është i një racës tjetër, ose hashkali, ose një racës tjetër, e urrejna nashta veç për shkak të racës. Vërtet, pas ka një herë një farë ndëdhije, se halem duke si në temë për zote boftë ishme një herë në një vend. Edhe i erë njënit shumë interesant. Kur i thash une, ju shumë edhe fyre, ko që këm posë. Veç mëra pas kenet, masa ne këm posë. Unë i thash për mu, njëni me një ngjyrë tjetër, një ashkali, muslimani dhe vetë shumë. Ushtë më i mirë të kone. Se so njëni që është shqiptar, për hes në islam. Unë më i doshë është taj për mu se kjo tjetër. I patorin kërësan qysh kësë racist, kë racën e vesë, së pëdu racën, pëdu islamin para racës. Kështu që, a evrejni, edhe pse ka qenë me ngjyrë tjetër, Abdullahu kjo ja kalon fëmijës vetë emrin e tij. Pastaj një ka posëm Waqid, një Ubejdillah, edhe një ka posëm Zeid ibn Abdillah. Zeid bile ka posë migja i vetë. Ja kalon apëshe për ndert migjes, ja kalon edhe djallit vetë emrin e migjes. Edhe emrat e tjerë, po nuk pe përmend më shumë, se ja bon shumë tani. Por gjithsej Abdullahi pas ka posë sa, Abdullah ibn Omeri, ky shok i pejgamberit, ky transmetuesi këtij hadithi që na veçanisëm, edhe ky sahabi dhe baba i tij sahabi, pas ka lind 2 vjet para se mi ardhe, 2 vjet pasi që ka ardhur shpallja, i pas ka pas një 13 djem e 4 vajza. Ndërsa baba i tij emrin e ka pasur, çu thash? Omer ibn al-Khattab. Omer ibn al-Khattabi ka qenë baba i këtij. Omeri ky ka qenë i përgëzuar me xhennet. Babës ti i ka thonë pejgamberit ti je në xhennet. Është ndër. Na me pos një babë veç haxhi me pos, respekt për haxhin Allah e rujt. Me pos një babë veç haxhi, thot unë jam djali haxhis. Mu më kanë thonë herë edhe babgjyshi, thot unë jam babgjyshi jam është haxhi. Apo në kohë një lavd pse babgjyshin haxhi. E Abdullahi e ka pos babën xhennet li, jo haxhi. Xhennet li. Pejgamberi ka ti Omer je në xhennet. E kjo ka qenë djali i tij. Nona ti ka pos emrin, nona ti ka pos Zeynep binti Med'una. Flitet për, do të flasë edhe pak, që më dollim pak ato jashtë në asojnë që ka pota me full, edhe pak do të flasë tërthurazi Hoxhavaren, veç e pak tërthurazi për Abdullah ibn Omerin, pas taj më kysh në hadithin që kemi nisë për në hadithin e 8. Kullu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.